Kryetarja e Komisionit për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën, Ina Zhupa, ka reaguar nga Vlora për gjendjen e amortizuar të Muzeut Kombëtar të Pavarësisë. Duke publikuar pamje nga godina historike, Zhupa denoncoi krisjet në mure dhe rrezikun e degradimit të mëtejshëm, deri në shembje të një prej simboleve më të rëndësishme të identitetit kombëtar. Ndodhem në qytetin e Vlorës, mbrapa meje këtu është Muzeu Kombëtar i Pavarësisë, një simbol kombëtar i identitetit shqiptar, i historisë shqiptare. Siç mund ta shikoni, fatkeqësisht ky muze ka pësuar krisje kudo nëpër muret e tij. Balkoni është totalisht i paaksesueshëm dhe i pavizitueshëm nga banorët dhe rrezikon shëmbje. Kjo nuk është fytyra e shtetit shqiptar, kjo nuk është dinjiteti që duhet kenë shqiptarët të prezantuar në raport me veten e tyre, por edhe me turistët që vinë. Ndaj sot nga Vlora i bëj thirrje Ministrisë së Turizmit dhe Kulturës që menjëherë të nisë restaurimin e kësaj godine historike, të vërë paratë e duhura, të vërë njerëzit e duhur që të kenë mundësi që gjatë sezonit turistik të kemi dinjitet në simbolin më të rëndësishëm të identitetit kombëtar. Zhupa i bëri thirrje Ministrisë së Turizmit dhe Kulturës që të nisë menjëherë restaurimin e muzeut në mënyrë që gjatë sezonit turistik Shqipëria të jetë gati për vizitorët e huaj.